Përshëndetje, mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit gusht për shenjën e akrepit. Akrepa, java e parë e gushtit do t'ju gjej shumë të menduar, do t'ju gjej dhe pak të stresuar. Shikoj që këtë stres ja shtoni edhe vetes duke i analizuar gjërat më shumë se ç'duhet. Jeni edhe në pritje të një vendimi të rëndësishëm. Mund të ketë bëj me një vend pune, një aplikim që keni bërë dhe po prisni të merrni përgjigje, dhe kjo pjesa e padurimit që kur do më thonë, kur do e konfirmojnë, si do ja bëj, dhe përveç kësaj mund të keni dhe sigurisht shqetësime të tjera, thoni, ok, ja e fitova vendin e punës, po si do ja bëj me fëmijën, ose si do ja bëj me detyrimet, angazhimet e tjera që ke në lidhje me familjen ose me shtëpinë tënde. Shikoj, për disa mund të jetë një vendim që lidhet me marrjen e një kredie për shtëpi, një diçka madhore, është përfundimi i një cikli për ju. Për disa mund të jetë edhe aplikim që keni bërë për dokumenta ose një aplikim që është i rëndësishëm, finalizimi i diçkaje që do të ndryshojë rrjedhën e jetës tënde. Prandaj e ke dhe me kaq shumë ngarkesë, me kaq shumë padurim që duhet të bëhet kjo gjë, patjetër duhet zgjidhet për mirë, duhet ta marr, duhet ta mbyll këtë si cikël, sepse shikoj që keni vuajtur shumë për të arritur deri në këtë pikë. Keni bërë shumë sakrifica, keni pasur problematika nga më të ndryshmet, një ngarkesë shumë e fortë, dhe tani je në atë momentin e fundit që ti duhet ta mbyllësh gjithçka. Një kujdes të veçantë duhet tregoni edhe me shëndetin, qoftë me shëndetin fizik. Për disa akrepa, nëse keni pasur shqetësime më përpara, mund të shikoni një përmirësim në javën e parë, por nuk do merrni akoma atë konfirmimin që sëmundja është shëruar plotësisht, që duhet vazhduar me trajtimin. Edhe pse ti mund të ndihesh mirë, vazhdo me rekomandimin e mjekut në këshillat, por bëj prioritet qetësinë tënde, shëndetin tënd mendor, mbaje pjesën e ankthit nën kontroll, mbaj këtë pjesën e emocioneve, mërzi, se shpesh ju shikoj në një situatë ku nuk doni të flisni edhe me njerëz të tjerë, doni të mbylleni, të izoloheni në vetvete, në atë botën tuaj, në mendimet tuaja, sepse mund të ndjeni edhe që është e kohë ti ndash këto gjëra me persona të tjerë, sepse secili ka hallet, ka problematikat e veta. Ky muaj në fakt gushti për të gjithë do të jetë një muaj me intensiv nga ana emocionale, sepse është muaj ku kemi 2 eklipse dhe duke qenë shenjë uji, akrepat, gaforët dhe peshqit e ndjejnë më shumë se sa shenjat e tjera, pra të bën vet energjia e muajit të bën që të kesh një rritje të anës tënde emocionale, pjesa e shqetësimit bëhet më e madhe, ato frikrat, paranojat, pasiguritë, të gjitha sikur amplifikohen në muajin gusht në krahasim me periudha të tjera. Por në javën e dytë, unë shikoj që lajmi i mirë do vi, sidomos lajme që kanë të bëjnë me para, që kanë të bëjnë me aplikime për kredi, që kanë të bëjnë me një ndihmë nga një person, mund të jetë ndihmë nga qeveria, mund të jetë nga një punëdhënës, pra ti do ta konfirmosh që po, ajo që ti ke dashur, ajo çfarë ti ke punuar, ke aplikuar, gjithçka do ta marrësh, do të arrish ta kalosh me sukses. Dhe java e dytë do të jetë një javë ku të paktën këtë pjesë nga ana financiare, atë frikën, atë pasigurinë që mund të kesh pasur, që si do ja bëj, a do arrit ta marr vendin e punës, më duhen para për të paguar shpenzimet, detyrimet dhe gjithçka, ajo pjesë do të finalizohet me sukses dhe do të ndihesh vërtet shumë mirë, paktën në këtë drejtim shikoj një lloj çlirimi për akrepat. Më pas në javën e dytë, keni parasysh akrepa që kemi dhe me datë 12 është eklipsi i hënës re, që është në shenjën e luanit, që është energji fikse, një lloj si energjia juaj. Dhe kjo të bën thirrje që të nxjerrësh pak atë anën tënde më solare, atë anën tënde më pozitive, atë anën tënde më flirtuese, atë anën tënde kur e merr jetën më
me spontanitet, më me humor, më me çiltërsi, ku nuk i merr gjërat kaq seriozisht, duhet të ndryshosh këtë pjesë, të lësh pas këtë versionin kaq të zymt, kaq të errët, kaq të seriozitetit dhe gjithçka është kaq e thellë, kaq intensive. Kjo energji thot, ok, ti e ishe në atë fazën e errësirës, tani mendo si të dalësh nga ajo, si të fillosh edhe të tregosh një version tjetër më të çliruar të vetes tënde, pak të kompleksitetin e madh. Shikoj që mund të jeni edhe në një fazë ndërgjegjësimi, në një nga ato momentet që në aspektin spiritual e konsiderojmë si zgjimin spiritual, në momentin që ti ke një vetdije më të madhe ndaj vetes tënde, ndaj njerëzve, të duket sikur e gjithë jeta jote është arrin ta shohësh gati të gjithë jetën tënde si një lloj filmi, e shikon së jashtëmi, kupton gjërat shumë më mirë, arrin të lexosh me intuit njerëzit, qëllimet e të tjerëve në mënyrë shumë herë më të qartë. Dhe kjo mund të sjellë edhe një lloj krize ndonjëherë tek persona të ndryshëm. Dhe ky është mesazh pak i veçantë, sigurisht që të gjithë do ta kalojnë këtë gjë, por ato psikozat e vetëdijësimit ku njerëzit ndonjëherë thonë, "O, jam në Matrix, më ka bllokuar Matrixi, më ka bllokuar sistemi, më ka bllokuar jeta ime është e kupton jetën, fillon e shikon gjërat sikur e gjitha është një lojë, e gjitha është pjesë e një puzzle të madh, nuk ke më besim tek asgjë çfarë shikon në rrjetet sociale, gjithçka e merr me pikpyetje. Kjo është fazat, janë disa nga fazat edhe nga gjërat e para që ndodhin në momentin që fillon të merresh më shumë me veten tënde, mund të fillosh të lexosh më shumë, të marrësh informacion më shumë. Çfarë është e rëndësishme mbas kësaj është që prap të dalësh nga kjo errësi, nga kjo zymtësi dhe ta shikosh jetën me pozitivitet, sepse në fund, sido që të jetë rrethanat edhe sido që të jetë e vërteta që askush nuk e di në mënyrë fikse, pavarësisht librave, pavarësisht çfarë mund të marrim si informacion, askush nuk e di sepse askush nuk është kthyer nga e përtejmja që të vit na tregohet çfarë ndodh më pas. Ajo çfarë ka rëndësi është që në faktin që ti je këtu, ta shijosh për sa kohë që ti je këtu. Pra këtë jetë, këtë rrugëtim jetësor, ta shijosh dhe të bësh maksimumin e asaj që ti mund të bësh. Ndoshta nuk e ndryshon dot të gjithë botën, ndoshta nuk e ke ti në dorë, po aq kontribut sa ti ke, mundohu që ta japësh për familjen tënde, ti je versioni më i mirë që të çojnë të buzëqeshur, të çojnë mirë, të çojnë në humor, për shoqërinë, për njerëzit rreth teje, për komunitetin tënd, për vendin tënd. Pra përpiqu që ti të japësh sado ti ndoshta i kupton këto lojrat politike, i kupton gjërat e nëndeshme, i kupton gjërat që njerëzit bëjnë në nivel subkonscient, ti mund ta kuptosh, mund ta kesh këtë vetdije, por prap atë çfarë ti mund të bësh është ka të bëjë vetëm me ty, nuk e ndryshon dot gjithë botën, gjithë sistemin, gjithçka. Edhe ju a them këtë akrepa sepse shikoj edhe nga orakulli, mesazhi është awareness dhe në fund çfarë ndodh? Ti mund të kalosh te universi, krijimi i njeriu, si jemi krijuar, si funksionon shteti, si funksionojnë gjërat, pra mund të shpërthej mendja jote në kaq shumë drejtime të bësh lidhje gjithçkaje dhe në fund prap kthehesh tek gjeneza, prap kthehesh që ok, po kjo jetë të është dhënë si një dhuratë që ti ta shijosh atë çfarë bukurinë që mund të të ofrojë jeta, çdo gjë që është e bukur, natyrën, dashurinë, familjen, ngrohtësinë, gjërat që janë pozitive. Kthehu sërish tek kjo energji dhe aq më tepër duke qenë edhe eklipsi të bën atë fokusin, kthimin tek vetvetja, kthimin tek të gjeturit të fëmijës, asaj lumturisë brenda teje, se fëmijët e shijojnë gjithçka sikur e shikojnë për herë të parë. Edhe shumë herë, sidomos kur i shohin gjërat për herë të parë, kanë një
ka një çlirime dhe nuk mendojnë shumë më thellë, nuk i dinë ato intrigat, ato problematikat, thjesht e shijojnë atë çfarë kanë përpara. Sa më shumë të kaloni në këtë energjinë e fëmijës, sidomos në javën mbas eklipsit në javën e tretë, aq më mirë do të jetë për ju. Sa më shumë të kaloni në atë energjinë lozonjare, energjinë e të marrit të jetës më tepër me optimizëm, me sportivitet, aq më mirë, aq më mirë do të jetë për të ardhmen tuaj. Tani le të flasim edhe për javën e fundit, sepse edhe në këtë javë unë shikoj që do të keni pak pishman me veten tuaj për disa gjëra që as sikur ta kisha bërë ndryshe, as sikur të kisha vepruar në një formë tjetër, apo të isha kthyer pas në kohë, nuk do ta kisha marrë këtë vendim, nuk do ta kisha bërë këtë gjë. Çfarë ka ndodhur, ka ndodhur. Ju thash, mos i merrni parasysh të gjitha ato mendimet apo emocionet apo nostalgji që do keni në muajin gusht, sepse është intensiv si muaj. Dhe për më tepër, java e fundit me datë 28 kemi eklipsin e hënës së plot, që është në peshk, që është energji shumë emocionale për ju si akrepa. Hëna e plot gjithmonë është energji që ju bën të ndiheshëm kur është eklips, pastaj është si shpërthim, çfarë ti ke mbajtur brenda del shpërthen në sipërfaqe. Dhe kjo lidhet me të shkuarën. Shikoj që ka diçka në të shkuarën tuaj, akrepa që ti me nostalgji të madhe mendon, ka shumë gjëra që tua sikur ti kisha vepruar ndryshe, ti kisha bërë në një formë tjetër, ndoshta situata do kishte marrë një rrjedh, një drejtim komplet tjetër, pra ka mjaft gjëra, të cilat janë pa që nuk kthehen. Po shoh që çfarëdo qoftë kjo gjë që ti e ke si që ka mbetur si peng, shikoj që ka qenë për të mirën tënde që është mbyllur. Për të mirën tënde që është mbyllur, sepse shoqëria e vërtet, ose dashuria e vërtet, ose vlerësimi i vërtet, ose personat që vërtet të duan, do të jenë njerëz që ti do t'i gjesh shpejt, do të vinë në jetën tënde. Do të duhet të largohesh, të ktheje shpinën, të largohesh nga e shkuara për të gjetur vërtet ato persona që përshtaten me jetën tënde, që përshtaten me ku je ti në këtë moment, dhe që sjellin më shumë vlerë dhe diçka më të mirë për ty në të ardhmen. Kjo është energjia e javës së fundit. Prandaj, edhe pse ndjeni nostalgjik, edhe pse keni momente që rikujtoni të shkuarën dhe gjithçka tjetër, mos i merrni aq shumë seriozisht ato ndjenjat gjatë periudhës së eklipsit. Lërini që të kalojë, nëse ndonjëherë kush mundet edhe të qajë, të shpërthej, ai shpërthimi është i mirë në këtë kohë, gjatë eklipsit hënës plot, sidomos nëse të vjen të qash, është diçka normale, është diçka pozitive, është një lloj çlirimi, nxjerrjes së emocioneve. Bile është më mirë se sa të mos qash e ta mbash brenda vetes, po mbas kësaj besoj nga muaji shtator do ndjeni shumë herë më të qetë, më të ekuilibruar, pa këto ulje ngritjet e forta nga ana emocionale, nga ana psikologjike. Unë ju uroj fat, mbarësi dhe sukses në lidhje me paratë dhe këtë mundësi nga ana ekonomike. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga linku i website-it tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mira dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim.